Shqipëria ka hapur një kapitull të ri në industrinë e mbrojtjes, duke bërë zotimin e një projekti ambicioz për të prodhuar armë dhe teknologji të avancuara ushtarake. Kryeministri Edi Rama gjatë një vizite në Rubik theksoi se nga produktet kryesore do të jenë dronët inteligjent, risia më e madhe në sektorin e mbrojtjes, si dhe automjetet dhe anijet ushtarake. Në bazë të këtij programi janë edhe dronët inteligjent që ju e dini shumë mirë, janë fjala e fundit e shkencës dhe janë edhe risia më e madhe sot në sektorin e mbrojtjes. Pjesë e këtyre investimeve janë edhe investimet për automjetet ushtarake. Ju e dini shumë mirë që, ose kush nuk e di, po ja them që ne kemi një grup, kemi një kompani shumë interesante në Shqipëri që drejtohet nga një vajzë dhe që përbëhet nga vajza, që ka prodhuar një makinë shqiptare të quajtur Shota. Ministria e Mbrojtjes është duke punuar me atë kompani dhe me një kompani të madhe ndërkombëtare për të krijuar një partneritet dhe për të prodhuar këtu në Shqipëri makina ushtarake të cilat do t'i vlejnë forcave tona të armatosura, por do të eksportohen masivisht jashtë. Përmes këtij plani, Shqipëria synon të rrisë kapacitetet e saj të forcave ushtarake duke përfshirë trajnimin e pilotëve shqiptar dhe përgatitjen për shërbime me forcat aleate. Në bashkëpunim me Italinë, po rrisim në mënyrë të ndjeshme kapacitetet edhe të forcave tona detare, por nuk do të ndalemi aty, po në bashkëpunim me Italinë, me një ndër ndërmarrjet më të mëdha të prodhimit të anijeve në botë, që është Fincantieri, kemi tani më një marrëveshje mirëkuptimi për të bashkëpunuar për ngritjen ose për ringritjen e bazës së prodhimit edhe të riparimit të anijeve në Shqipëri, gjë që do të na jap mundësi të prodhojmë për vete dhe përsëri të eksportojmë. Në lidhje me pronat ushtarake, Rama theksoi se filozofia e qeverisë është të investohen në asetet e ushtrisë që janë keq përdorur në të kaluarën. Filozofia jonë, siç thash, është që të investojmë për të fituar dhe për të reinvestuar. Të investojmë asetet e ushtrisë, të cilat janë keq përdorur në mënyrë skandaloze për shumë vite, dhe këtu kam parasysh pronat, dhe investimin pronat e ushtrisë të bëhet në rastet kur pronat i duhen ushtrisë pikërisht për të tilla investime, të mbeten në funksion të sektorit mbrojtjes, në rastet kur ushtrisë nuk i duhen drejt për drejt, përsëri të investohen me pjesëmarrjen e Ministrisë Mbrojtjes dhe të vjen funksion të turizmit apo të zhvillimeve të tjera. Të ardhurat tona në këtë program, ne fuqizojmë pikërisht ndërmarrjen publike, shoqërinë publike të prodhimit dhe të shitjes së mjeteve ushtarake.